ty në salë, lërë më të vazhdoj më tepër me sportin e mbollë. Unë kam qenë strikt. Unë rrëth 20 vite sa kam pas karierë, rrëth 3 ose 4 seansa më me një numra sa nuk kam qenë në seansa së vitot. Domethënë, unë du disiplinin, unë du angazhimin, edhe du përkushtimin të qaj sportist ose sportistët i cili vjen në tempo. Sa janë të rëndësishme, e përmendet që mundet çdo sportist ta bëj, sa janë të rëndësishme dhe cilat janë benefitet kryesore? Tash, sporti është, mund nëse përfshim sportin, nëse e marrë sportin e futbollit, nëse dojmë i pas një shëndesh të shënosh, unë gjithmonë e kom të sejgë dhe prapë thëmë duhet të ikim brumit, duhet të ikim shëqenave, të ikim keqëshyres, të ikim fast foodeve, sidomos që janë ofër shkollave, trafikave ofër shkollave, dhe në sandviç 70 cent një euro, ose qëf një herë gjys atëra nuk ka ushqim shëndetshëm. Nëse vetëm dëshiroj me qenë një sportist kulminant, atë duhet disiplinë në ushqim shumë. Edhe cili është gabimi ndoshta më i madh që bëjnë sportistët në pjesën e ushqimit? Sidomos kjo mosha 15-17 vjeçore që fillojnë mbas seancës sëvritore, mbas ndeshjeve, të dalin me shoqni, të vazhdojnë jetën e natës dhe të ushqehen keq, qoftë nëpër diskoteka, qoftë nëpër fast foodet, hamburgerat, tosta, kështu më radhë. Alkoholi një jo e madhe, pa dyshim. Nuk ka sport. Nëse dëshojmë me pi alkohol, është vendi të largojmë sportit. Po çfarë bën trupit të një sportisti, nëse një ditë del edhe mund të konsumoj alkohol? Sa mundet me Nëse ti mu vjen në tempo, mu përgatit fizikisht, nëse një natë përpara ki qenë qoftë në diskotek, qoftë në do një kafe që kënet dhe në orë të vona, unë qasë levizit e para, si vjen, unë e shoh levizin, lodhjen, pagjumësim, e shoh edhe mos avekestetin në koordinime, në shpejtësi, në qëndrueshmëri, edhe në fortë, unë e dëshiroj të këta. Ka shumë elemente që dallohen në qehre, unë e vrej, se a është të përkushtu unë ajo. Sheqernat janë një tjetër jo e madhe. Edhe shpeshherë i shohim që sportistët i evitojnë edhe frutat që kanë sheqer. Frutat, nëse të shohim mi konsumu pemë, unë i kusha lutë gjithve pemë sezonale. Nëse thamë ashtu kushtim është vakti